janë. Po janë për 10 sekonda të bën unë jo rastësisht po mbaj gotën bosh, jam të ata që nuk e shikoj gotën plot, po e shikoj gotën bosh ende për arsye se do ta mbushim me argumente dhe argumentet nuk janë për krah nismës së marrë deri tani. Pra, deri tani. Jo, po flet për gjendjen aktuale. Ne flasim çdo të vi për javën ne flasim çdo të vi. Shiko, për 4 vite nuk bëhen çuditëra, ose shkopin magjik nuk e ka askush, po huazoni term të shkopit magjik. Ne po flasim, a ja vlen të heqësh lekun kesh? Po kush thotë që s'ja vlen? Patjetër që ja vlen Morarion. Po si do të ngelen pa dashnore gjithë valla? Jo. Po tashi. Kënë digjitale valla po prodhon kina robot valla. Po si do të ngelen? Edhe ajo ka dhe ta kontrollon duhet në sekond ngelen pa. Jo. Ore ti shkon jam me mira, goca aty me makina super shtrejta. E ka për shumë bukur këtë pjesën se që do ngelen gjithë ato goca pa punë valla. Me wallet dytësor më zotë. Me wallet dytësor. Nuk i hap dot wallet pa pasur dokumentin ID. Mos ai jep grus atë identifikimin Jo, çdo gjë është e kontrolluar. Po ta kontrollon shteti, kish më keq. Ore më mirë ta marrë vesh gruaja se shteti valla. Nuk e di, më mirë Big Brother apo gruaja? Shohim mirë këtë. Jo, jam dakord me këtë. Më mirë Big Brother. Kryeministri jon ka menduar për të gjitha dhe për të gjithë, kështu që do mendoj edhe për këtë kategorinë. Por, tashi unë do bëj zyshën, sepse mendoj që neve po tregojemi pak si shumë teknik edhe ato që sot na shikojnë nga shtëpia, ndoshta akoma nuk janë qartë për çfarë po flasim. Po flasim për faktin që është më me avantazh të përdorim keshin apo të përdorim ato që quhet më e avancuara moneda digjitale apo mënyra digjitale të pagesës. Tani fillojmë te keshi. Te moneda që emetohet nga Banka Qendrore e Shqipërisë apo bankat qendrore të vendeve të tjera, i shikojmë si kartë moneda dhe si moneda. Lirshmërisht i kemi në xhep kur i kemi, bëjmë transaksionet dhe blerjet që na pëlqejnë. I paguajmë blerësit me të parë. Kush është problemi monedës? Është që kur ti do bësh ajo mirë, po dhe pastrohet, laç, plak, sa. Ne ka lavanderi për të. Por, e para, kur do bësh pagesa shumë të mëdha, sigurisht që ajo masa shumë e madhe keshit nuk transportohet aq kollaj. Dhe flasim këtë rast jo vetëm për qytetarët thjesht, por flasim edhe për bizneset. Kështu që është e vështirë transporti. Është e vështirë nga ana tjetër përdorët se mund na humbi rrugës, mund na vjedhin, mund na bjerë nga xhepi. Po pse kur ta kesh elektronike nuk do ta vjedhin? Jo. Si jo? Nga do ta vjedhin. Është rreziku i cyber security gjithmonë. Nga do ta vjedhin. Por, këtu është rreziku i cyber security, por ki parasysh diçka. Iranianët këtu brenda. Që një sistem i tillë që do krijohet, do ketë një sistem mbrojtjeje cyber po aq të fortë sa ato që do tentojnë ta thyejnë. Po kështu duhet ta kishim edhe ke aksi, ke hardware dhe pastaj doli që në momentin që shiko, bota po shkon në gjitha drejt digitalizimit. Dorin, të lutem. Unë jam shumë e qetë. Do kemi dhe hakerime të shu edhe Melia jona, po do të vuaj, të lutem. Të ta them një gjë. A do kemi hakerime të qëllimshme? Duket sikur s'po prish tek tu. A do kemi prish me një lloj lirshmërie. Ti bëj ekspertë të ekonomisë. Atëherë, a mund të kemi hakerime të qëllimshme në atë pikë që ju po flisnit? Absolutisht që po. Atëherë, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që hakerimet po flasin banka qendrore, e cila do të jetë që do të jetë përgjegjësja për krijimin e gjithë infrastrukturës që të krijohet deri te arritja monedës digjitale, që jemi shumë larg se as Europa se ka sot. E ka vënë në test. Para 2 ditësh është bërë në Komunitetin Evropian, Komisioni i Ekonomisë ka hyrë propozime me projekt ligji në mënyrë të tillë që të miratohet dhe infrastruktura. Flas për komunitetin sepse po bëhet pikërisht, se nuk dua të devijoj nga diskursi, po bëhet pikërisht moneda digjitale për të konkuruar edhe vendet e tjera të cilët tashmë e kanë. Por, duke qenë që e gjithë bota po digitalizohet, është normale që të ketë ndërhyrje për sa i përket hakerimeve. Aq sa është edhe normale që të forcohen sistemet në linjë me ato që është forca e hakerimit. Por, sot, moneda në vetvete, unë flas edhe si ekonomiste edhe për faktin që nuk e përdorin monedën vetëm individët. Ndoshta për individët që kanë pak para dhe pak transaksione është diçka më e menaxhueshme. Po flasim dhe për bizneset. Po do kalojnë njerëzit depresion me po kurrim do pa lek moj.
Po to kaloj njerëzit depresion, po ç'është kjo mos Kina sot ka arritur, lekun e ka futur në telefon, apo në unaz, nuk ka rëndësi. Kjo është cashless, nuk është moneda digjitale, është një hap tjetër dhe mos t'i ashtu njerëzit të fusin. Prandaj them që është larg moneda kuletën e tyre do të kenë kulet digjitale. Po, e diti se ç'a ndodh në Kinë që kontrollojnë lëvizjet e njerëzve? Po ky pra është problemi. Kjo problemi është lëvizjet në rrugë. Se kur ecën në rrugë ndonjëri thot, i çon mesazh celulari thot ki kujdes se po ecën shtrëmbër. Këtu s'do t'i ngjajmë Kinës. Këtu po. Kini ngjajmë të kjo jo. Kini besim ke lideri suprem. Unë kam besim. Tani ti unë po them çfarë është kuleta digjitale, pastaj çfarë është kjo Shiko, e gjurmimit. Tash i themi dy gjëra që janë më rëndësi. E para, të dhënat data is the new oil, po e them në anglisht se duke më unë çik kështu si trendi. Të dhënat janë, po themi, ari i ri, nafta rend. Çfarë kuptimi të dhënat? Nga ana ekonomike dhe financiare, plotësisht dakord me dy kolegët, formalizimin dhe rregullimin dhe luftën e evazionit fiskal që i bën kjo lloj gjëje, cashlessi, lëre pastaj hapi dytë monedës digjitale, është me ndikim shumë madh. Por, nga ana tjetër, kontrolli i të dhënave të çdo transakcion, përveç se burimit të ardhurave që ti ke, po të çdo transakcioni, bleve çumçakiz, bleve çokoladë në këtë orë, në këtë ditë, në këtë vend. Është çështje tjetër. Është çështje tjetër. Po sikur të vi mesazhi në celular të thotë. Pse bleva çokoladë? Keni filluar tani shumë ëmbëlsira. Ju rrezikoni të bëheni diabetik, do të heq gjysmën e rrogës. Jo, Si do ja bësh ti? Po problemi është se ke bler çokoladën për veten, valla, zbuloni gjë tjetër. Ky është problemi. Kjo është edhe më e rrezikshme. Ke bler çokoladë diku tjetër. Tani, më kujton mua kjo sjellje që thua ti, më kujton atë historinë e komunizmit, që i thaj më bëj një kafe pa ile. I futi sheqerin, i futi kafen, s'kishte vend për ujin. E kupton? Tani ti do ta bësh në ekonominë jo informale. Po ti po e bëre jo informale, ekonomia shqiptare vdes ova, sa është gjysma informale. Ata shikoj hym diskutim fare. Ja ke futur drejt se pikërisht që pse nuk bëhet dot. Po pikërisht se kultura jon se duhet të hidhim te kultura e njerëzve. Ora ai po të doje bënë në sekondore. Jo, po ne skemi kulturën më tani. Ore ta ku pyet për kultura ai të merrte i zvarr. Po pyet pra se pse nuk u bë deri më sot? Kush? Kjo e pensionistëve. Po si është ardhur urdhri tani që erdhi urdhri do të thotë. Pse jep shpërblimet të përposta me radha? Po jo më duhet bërë bashkë infrastrukturë e bankave, se bankat duhet të investojnë. Pra të bëjnë të tilla që ato të mundsojnë të kalojë leku. Dhe që të kaloj leku duhet bëjnë ato autostradat e tyre, rrugët dytësore, do me të gjithë sistemin e transmetimit, gjë që sot nuk e kanë mundësi. Edhe pse po përgatitet për sepën. A do bëhet ajo i Albania me lek, nesër pas nesër? Si do bëhet i Albania me lek? I paguan aty direkt dhe mbaron punë. Po nuk është i Albania vetëm. I Albania thjesht do jesh një gateway që ta mundson, ti prap në banka do i kesh. Po. Tani, mund ta themi pak, cila kategori e njerëzve do i vuaj më shumë këto monedhët digjitale? Ska pun fare i Cila kategori e njerëzve? Unë mendoj që pensionistët, se ata shkretët, ata... Absolutisht jo. Ta sigurojnë dhe ata do marrë edhe një ndim. Ta sigurojnë që do ngrihen grupe, sikur se ngrihen grupe që të ndihmojnë. Po ti Dor, je vërtet që ta fusi këtë monedhën digjitale? Një sekond. Është tjetër gjë që ne të themi jo sepse ne nuk jemi gati se nuk jemi shkolluar, ama është tjetër gjë të themi të kapim dallgën e botës se po vjen dhe nuk na pyet. Pra nuk na pyet dhe ne duhet bëhemi gati. Që të thotë, ne duhet fillojmë trajnimet dhe të mësojmë dhe popullin tonë se nuk mundemi do të jetojmë në një popull i cili do ngelet pas dhe çfarë krijon ngelja pas krijon gjithmonë krime, shkurt, mos e zgjasim. Pra, çfarë sjell kjo rrym? Sjell nevojën për të ditur, nevojën për të mësuar dhe nevojën për të integruar. Nuk të pyesin, në emër të Europës po sjellin shumë ndryshime. Dhe në emër të Europës një nga pikat është dhe kjo. Po mirë, tani një sekond. Ne jemi një ekonomi që bëhemi me remitanca. Nuk mundesh dot mos të ecësh. Emigrantët si do i dërgojnë lekët? Një sekond. Si do i dërgojnë lekët? Emigrantët do kenë monedën e tyre. Emigrantët do kenë monedën e tyre. Janë vetëm shifra. Ju nuk do prekni asgjë. Janë vetëm shifra. E di kush është problemi që unë kam studiuar. Por çfarë problemi kanë këto me këtë paranë? Jo, është